Kjo video do e ndryshon mënyrën se si ti e sheh veten, sepse nëse ti e ndryshon këtë, ki me pas shumë më të lehtë mi arrit të gjitha ëndrat, të gjitha qëllimet e tua. Përshëndetje, shpirti bukur dhe mirë se erdhe në kanalin tim. Unë jam Rina, një psikologe dhe një mindset coach. Jam nga Kosova, por jam rritur në Londër dhe këtë kanal e kam kriju për ty, me të ndihmu ty mi arrit të gjitha qëllimet e tua. Kështu që nëse jeni të ri këto, bëni subscribe dhe bënu pjesë e kësaj familje, dhe nëse ende nuk jeni bo pjesë e komunitetit ton falas, do e lo linkun në descriptions, mundeni mu bo pjesë të komunitetit ton. Është një komunitet shumë i mirë, me njerëz shumë pozitiv, njerëz që janë të interesuar në zhvillimin personal, në psikologjinë pozitive, në ligjin e tërheqjes, dhe çdo javë do e kemi një thirrje live ku do bisedojmë për tema të ndryshme, do njihemi me njëri tjetrin dhe do kalojmë shumë bukur. Kështu që gjithçysh bënu pjesë e komunitetit më poshtë. Okej. Kjo video do e ndryshon mënyrën se si ti e sheh veten, sepse nëse ti e ndryshon këtë, ki me pas shumë më të lehtë mi arrit të gjitha ëndrat, të gjitha qëllimet e tua. Kështu që shikoni videon deri në fund nëse dëshironi të zbuloni më shumë. Problemi është mënyra se si ti e sheh veten, sepse ti nuk e arrin atë që ti don. Ti arrin atë që ti beson që mundesh me arrit. Në psikologji ekziston një koncept shumë i rëndësishëm që quhet self-concept. Psikologët shpjegojnë se mënyra se si ti e sheh veten krijon mënyrën se si ti vepron. Imagjino këtë, nëse ti beson që ti je një person që asnjëherë nuk i mbaron ato gjërat që i fillon, çfarë mendon se do të ndodh? Do fillosh me energji, me motivim, por në momentin që diçka bëhet e vështirë, ti ndalesh dhe nuk vazhdon. Jo sepse nuk mundesh, po sepse ti i ki këto bindje për veten tënde që nuk të lejojnë ty me ecë përpara. Dua të flas pak edhe për konceptin e self-fulfilling prophecy. Kjo do të thotë që ne zakonisht e arrim atë që mendojmë që do e arrim. Për shembull, nëse ti beson diçka për veten, që ti mundesh me fillu një biznes, ose një punë të re, ose me gjetë partnerin e ëndrave, ti vepron sipas atyre bindjeve, atyre besimeve, dhe krijon rezultate që e vërtetojnë atë besim. Për shembull, nëse një vajzë thotë që unë nuk jam për biznes, asnjëherë nuk mundem me fillu një biznes, ndoshta ajo ka shumë ideja të mira, po asnjëherë nuk provon me fillu këtë biznes, ose fillon po i lën gjërat anash, nuk është shumë konsistente, dhe në fund thot e dita që nuk ka qenë për mu. Kjo është si funksionon self-fulfilling prophecy. Ose ndoshta dikush e ka një ëndër me jetu në një shtet tjetër, si shumë klient të mi që i kam për momentin, e kanë këtë ëndër me ndru vendin e jetesës, me jetu në një shtet tjetër, me ndru punën, me ndru karrierën, me kriju një familje, po nëse besojnë që nuk janë një person që munden me arrit atë gjë, kanë me pas shumë më të vështirë me arrit. Në terapin kognitive, Aaron Beck flet për core beliefs. Këto janë ato besimet e thella që ne i kemi për veten tonë, që e diktojnë jetën tonë. Besime si unë nuk jam i mjaftueshëm, unë nuk jam i aftë, unë nuk jam e suksesshme. Këto janë bindje që ne i kemi në subconsciencën tonë. Nuk janë fakte, janë vetëm bindje, nuk janë të vërteta. Janë programe që ti i ki në subconsciencën tënde, që ti duhesh mi ndryshu, që me arrit të qëllimi ëtë. Nëse kjo video deri tash ju pëlqen, ju ftoj të ndaleni dhe të shkruani një koment, ndoshta diçka të vogël që ju dëshironi të ndryshoni tek vetja. Shumë njerëz fokusohen vetëm tek qëllimet që i kanë. Për shembull, thonë dua të jam i suksesshëm,
dua të bëj më shumë para, dua të jem më i disiplinuar. Po problemi është që nëse identiteti yt nuk përputhet me atë që ti dëshiron me kriju, ti nuk do veprosh si ai personi që i merr ato rezultate. Sepse, siç kam thonë shumë herë në këtë kanal, unë besoj shumë në ligjin e tërheqjes, edhe përdori gjithmonë në jetën time, po gjithmonë duhet edhe të veprosh. Duhet të punosh me energjinë tënde, të jesh në një frekuencë të lartë, të jesh mirënjohës për gjërat që i ki, po duhesh edhe të veprosh. Unë besoj që nëse ti fillon me vepru, pa rezistencë, pa presion, sepse ti dëshiron me të vërtet me kriju këtë rezultat në jetën tënde, ki me pa shumë më shumë rezultate dhe shumë më shpejt. Pra kur të zgjohesh ti në mëngjes, a ndihesh sikur je ai verzioni që i ka të gjitha gjërat që ti dëshiron mi pas? A ndihesh si ajo vajza që është në atë lidhjen e shëndosh? A ndihesh si ai djali që e ka atë punën e ëndrave? A ndihesh si ajo grua që e ka trupin e ëndrave? A ndihesh si ai personi që e ka punën që dëshiron? Nëse jo, duhet të ndryshoni diçka tek vetja. Duhet të ndiheni tash, të filloni të veprani si ai person. Vetëm atëherë do të shihni ndryshime të mëdha në jetën tënde. Një kliente e imja e ka pas një qëllim me fillu një biznes të ri. Ka qenë duke punu në një punë që nuk i ka pëlqy fare dhe ka dashur me fillu një biznes të ri. Pas disa seancave e pam që i ka disa bllokime që nuk po lejojnë atë me fillu. Normal në fillim do shta ka qenë pak e vështirë, po mas një kohë ajo filloi me pas shumë punë. Edhe më kujtohet që pa thonë, wow Rina, vetëm kam pas nevojë me fillu, sepse atë shumë e kam shty atë ditë se gjithmonë kam menu, okay, kur t'jam gati do e filloj këtë biznes, po ende nuk jam gati. Dhe kur filloj, e pa çka duhet me ndryshu, sepse nëse ti nuk fillon, nuk e din çka ti duhesh me ndryshu tek vetja, se ti mëson shumë nga procesit. Pyet në veten çdo ditë, çfarë do të bënte verzioni im ideal? Unë shpesh herë ja bëj vetes këtë pyetje, sepse tash jam nuk kam edhe shumë kohë me u përkushtu te vetja sikur përpara, po është interesant sepse sa më pak kohë që ki mundohesh me gjetë një kohë të lirë për veten ose për biznesin tënd ose për veten tënde. Dhe edhe nëse nuk kam kohë ndoshta shumë gjatë ditës ose në mbrëmje me punu me veten, edhe pse mundohem me gjetë kohën, gjithmonë në mendjen time e kam një pyetje. Si do veprante verzioni im ideal? Si do veprante ai verzioni që i ka të gjitha gjërat që i dëshiron? Gjithmonë e kam këtë pyetje në mendje dhe ajo më shtyn me vepru. Edhe nëse se shpesh herë shfaqen shumë mendime gjatë ditës negative që mundohen me të ndalu, po mos i ndëgjo ato. Pyet e veten, ç'a kish bo versioni im ideal tash? Dhe gjithmonë do shfaqet një përgjigje. Ndoshta përgjigja është me i rujt parët më shumë, më mirë, mos me shpenzu në gjërat që nuk janë të nevojshme. Ndoshta përgjigja është me fillu një biznes, ndoshta përgjigja është me dalë me ecë çdo ditë, ose me meditu. Gjithmonë do e keni një përgjigje që do ju ndihmon me kriju atë që ju dëshironi. Pra, nuk duhet të jetoni sipas verzionit tënd të vjetër, po sipas verzionit tënd të ri. Më kujtohet para një vite, nuk jam duk ashtu si që kam dosht me u duk, ende kam pas shumë kilogram që nuk i kam hup nga shtatzania, nuk u ndisha mirë në veten time sepse e disha që mundëm
me u duk më mirë dhe besoj që krejt ato nënat që po e shikojnë këtë video ose nënat e reja e din atë ndjenja që mundosh me u rikthy tek vetja, me u buaj personi që ke qenë para se me pas fëmijë me u nduk njëjtë. Dhe këtë e përjetova shumë vështirë dhe fillova mi thonë vetës, okay, une duna me kriju një identitet të ri. Une nuk mundem më me u bo ai personi që kam qenë para fëmis tim, po mundem me u bo një verzion i ri. Une mundem me hum peshën. Edhe fillova çdo ditë mi thonë vetës, okay, çka kish hongër verzioni im ideal që i ka më pak kilogram? Si kish vepru? A kish shku në palestër? A kish ecë? Dhe fillova me vepru shumë ndryshe. E shisha që automatikisht kisha ideja të reja, kisha mendime të reja për mënyrën se si une mundëm me u dobësu. Edhe tash e kam arrit këtë, kam mujt me arrit me u kthy prap në peshën e njëjtë që kam pas para se me pas djalin tim. Vetëm do ashta me marrë këtë si një shembull, me ju tregu që është e mundshme. Ti mundesh me ndryshu gjithçka në jetën tënde. Çfarë do gjë që ti don, nëse don më shumë para, do i krijon ato. Unë vetë e kam ndryshu gjendjen time financiare dhe jam shumë e lumtur për këtë sepse më ka vy kogja shumë punë dhe kohë se kujtohet me një seancë pa të pyet psikologja jam sa beson që ti meriton mi fitu në muajt. Dhe unë i thash, kjo ka qenë para disa vite, dhe unë i thash një shumë më të vogël se sa ato që e kam tash, dhe më tha, wow, interesant, sepse ti mundesh me fitu aq sa ti beson që mundesh me fitu. Dhe thash, wow. Okej, prej këtij momenti unë e kam ndryshu bindjen time rreth parave. Dhe fillova me ndryshu këtë dhe fillova me fitu shumë më shumë para në jetën time. Nëse e keni një ëndër, nëse e keni qëllim, mos u dorëzoni, filloni të ndryshoni bindjet e juaja. Okej, njerëz të dashur, shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video. Ju dua shumë dhe nëse keni ndonjë sugjerim për një video tjetër, ju lutem më tregoni në komente. Kaloni një ditë sa më të mirë dhe sa më të bukur dhe shihemi në videon tjetër. Tung tung, miropafshim.